për me dhënë pajisje bujqësore dhe këto. Tash e kanë po gabimin ku e kanë bo, për pajisje bujqësore nuk do t'i japin para se me përfundu zgjedhjet, po e kanë lënë me qëllim pas zgjedhjeve që kush do që aplikon. Nëse aplikojnë 100 persona i thënë që do t'a përfitoni këtë gratë. Ballazhi është e vërtet kjo? Jo, s'është e vërtet as pak. Nuk e di me çfarë motje ka bo për shembull që janë kretë që tha militant ose diçka të PDK-s. S'di çfarë motje. Ka aty persona që janë edhe të njohur se mos themi tashmiq ose familjar të zotit Çuma që kanë marrë. Ndarja kur është bërë e këtyre ne jemi në bashkëpunim me laboratorin agrobizneseve, me komuna dhe bashkëfinancimet që janë të vetë fermerme. Kjo ka qenë një procedurë e mahershme e cila ka vazhduar në momentin e caktuar kur janë kryer gjitha këto procedura janë shpërndar ato motokultivat. Kjo është e mirë. Por ne nëse flasim te bujqësia, unë shënimet që i kam këtu diku mbi 100% kemi investuar ose kemi mbështetur fermerët me pajisje të ndryshme, qoftë e pashun një kalkulim që e bëm për bletarët që diku nga 25.000 euro që kemi nda për fermerët, ne kemi nda diku 55.000 euro. Për 4 vitet e fundit që ka marrë statistikat të menaxhimit komunës të jo dhe 4 vitet e mia janë diku mbi 55.000 euro të ndara nga to. Të bletarët i kanë nda 2.000 euro, ne kemi nda diku 18.000 euro. Pra është një dallim jashtëzakonisht. Nuk çndron ajo. Ajo që po thu veç edhe një sqarim të vogël. Ajo që po thu koha e zgjedhjeve ne kemi nda për fermerët për bujqë çdo vit. Jo vetëm tani, por çdo vit. Kjo e ndarjes tash për mjete bujqësore, natyrisht që janë procedura në momentin që t'i vjen fundi i procedura, sigurisht që do të ndahen. Po t'i vijë edhe një ditë para zgjedhjeve, në një ditë para zgjedhjeve do t'i ndahen edhe ditë mas zgjedhjeve. Edhe një replik, pastaj flasim më pak për ndotjen. Po urdhëro zoti Suma. Drejtori i bujqësisë, plotërisë dhe zhvillimit rural bën thirrje për aplikim me datën 25/9, do të thotë para një jave, që është koha e zgjedhjeve, nëse nuk e ka pa. Se paraqitës se ka pa, po e din se me urdhët kryetarit bën krejt për aplikim. Do të thonë të gjithë ata që janë të pakënaqur, që kanë qenë të pakënaqur me motokultivator për shkak se s'kan arritur me marr, tash kinse do t'i ofrojmë pajisje tjera bujqësore dhe do të jeni të kënaqur. Do të thonë kjo është në kundërshtim me krejt rregullat për shkak se vetë ligji e ndalon, nuk e ndalojmë ne, nuk e ndalon kryetari. Po ligji mbi zgjedhjet e përgjithshme 03. Zoti Suma për shkak se juris të vet janë. Ligji mbi zgjedhjet e përgjithshme tash informacione të sakta. Nuk e ndalon ligji e lejon sepse ne jemi qeverisje. Ne jemi institucion. Megjithatë, ligji për zgjedhjet e përgjithshme numër 03/73 e ndalon decisivisht përdorimin e resurse publike për qëllime të fushatës. Në anën tjetër, edhe ligji për parandalimin e konfliktit interesit, ata që janë në kandidat për këshilltar komunal duhet ta pushojnë punën, do të thonë duhet ta suspendojnë. Duhet marrim pushim pa pagesë, është konflikt interesi. I njëjti drejtor nuk guxon me shpall konkurs në kohë fushatë. Ja, është gabim apshe. Unë nuk e them, është ligj. Ja, jep kohë tjetër për të krijuar ndoshta amullit e qytetarët. Nuk të shërbysi civil kjo zoti Suma. Kjo vjen për krejt. Është arsimi, të shëndetësia, ndërsa të emëruarit politik. Ne nëse flasim këtë mënyrë, ne po themi pse sot është ushtrues detyre i kryeministrit, sot që është kryeminist, është i certifikuar si deputet ose gjithë ata ministra që e bajnë, pra nivelit qendror, pra dhe drejtorët që janë të emëruar politik kanë të drejtë të ushtrojnë veprimtaritë e tyre sipas ligjit. Edhe ju nuk keni pas drejtë në kohë fushate me miratu dokumentin më strategjik që është plani zhvillimor komunal. Plani zhvillimor komunal nuk ka guxu asë si të miratuar në kohë fushate. Është dokumenti strategjik kryesor i komunës. Është i miratuar nga kryetari i komunës apo nga kuvendi komunal? Po kryetari ka quajtur drejtori urbanizmit që është kandidat për këshilltar, që nuk ka pas drejtë tash të më quajë dokument. Edhe pse Ministria e Mjedisit ja ka kthy mbrapa. Ja, se ka kthy mbrapa. Nuk është miratuar kthy mbrapa. Ja, ne të lutem mos që unë kam edhe këto edhe ne kemi që ka kthy mbrapa. Dëgjoj, është keq më thosë tash je jurist po vje keq në profesionin. Po jam jurist, po ti tregoj me ligj me ndonjë që duhet. Nëse Ministria ka bërë një gabim nga zyra ligjore, atër pas ka bërë gabim ministria. Jo ne. Plani zhvillimor komunal, natyrisht që ne gjitha procedura duke përfshi edhe dëgjimet me qytetarët për t'i dhënë
rekomandimet e tyre